Me rritjen e temperaturave, mungesa e ujit për të vaditur tokat bujqësore është ndërruar në një problem madhor për fermerët e njësisë Dushk në Lushnje. Fermerët thonë se 1200 hektar me misër, perime, ullishte dhe vreshtari rrezikojnë të thahen dhe nëse situata vjen të mbetet e njëjtë, mund t'i çojë ata drejt falimentimit. Ka 35 vjet pa pikën e ujit dhe misri dhe gruri deri në 2 kujtale gjys për dëlym. Është skandal fare. Kanali kryesor pastrohet çdo vit dhe uji nuk vjen. Ne jemi në dorë të Zotit. Kanalet vadice nuk funksionojnë në rregull. Nuk kam bë pastrime. Tu ka marru çdo gjë, s'ka as i lloj vaditje, as i lloj ashtu. Gjithë dimër mytemi se s'ka kanal. Gjithë behari s'kemi pikujti. Pas ngritjes së shqetësimit nga fermerët, News 24 u interesua pranë bordit të kullimit në Lushnje, nga ku bëhet e ditur se nuk ka një rrjet të kanaleve vaditëse për të sjellë ujin nga rezervuari drejt parcelave bujqësore. Dhe arsye që nuk vjen uji janë V4, që edhe është pastruar këtë vit, por sasia dhe prurjet e ujit nuk mund të përcjellin djerin në dush apo në zham. E dyta, sistemi i vaditjes në parcelat po thuaj se ka degraduar krejtësisht dhe nuk funksionon. Por me sa di, është një projekt i Bankës Botërore që flitet që nga shtatori do të realizohet. Jemi në pritje të atij projektit që të zgjidhet një herë e mirë ky problemi. Të gjendur përballë këtyre vështirësive, banorët i bëjnë thirrje autoriteteve vendore dhe Ministrisë së Bujqësisë të marrin masa për normalizimin e situatës.